Katun suks. Ma ndiq pak këtë video sepse do majmë këtë vilën tu në fshatin Katun suks Durrës. Shikoni pak. Si përfaqa, 2 dylym tokë, kemi 2 troje, pra një truall është ky dhe një truall tjetër është poshtë. Është e përshtatshme për 2 vëllezër ose 2 baçanegër, apo jo Gjon? Ka 2 baçanegër se s'bën. Atëherë. Sa pronë e madhe. Çmimi i kësaj është 180.000 euro. Është pronë e investume, shikojni vetë. Këtu kemi venën e pishinës, ju që jeni qeflit, pra qeflit e pishinës, ja ku keni venin. Jemi larg rrugës kryesore, rreth 300-400 metra, larg autostradës do më thonë. Pra nëse ti do të investosh në fshatin Katun suks, jemi të gatshëm të kapim dhe të shojmë direkt përballë noterit unë dhe Gjon Margu. Sepse kjo prona është me dokumenta e pa diskutueshme, do më thonë, çdo version e ke gjitha. Afrem po ki pusi këtu shpjegoj pak. Atëherë, ky pusi këtu ka 200 vjet. Pusi vjetër. Pusi vjetër. Patjetër. 200 vjet, mirë që i shkoj mendje Gjonit. Kemi edhe Kemi në sondën. Në një sondë që është 200 metra poshtë. 60 metra. Ka ujë për gjithë Katunin. Për gjithë Katunin ka ujë. Ndisi video e plot. Vazhdo pak e që. Për gjithë Katunin, Gjona? Për gjithë Katunin ka ujë këtu. Shqitit e mobiluar. Këto kemi ishlin për para kuzhinës, bufes. Është 3+1 plus 2 banja. Si është shikoni pak domet kështu? Banja dytë është e pa përfunduar për instalimin e ka. Dhoma tjetër. Banja tjetër këtu. Dhoma gjumit, dhoma tjetër. Me sistem kaldaje. A fremë është me sistem kaldaje. A Gjono, pra, i 180.000 euro si që lo muhabetin, ka që do në pronari. Po. Ju përshëndesin. Hajde mirë se të vini. Sistem kapot, po saroni. Kjo pjesa to kam brapa se banë edhe 2 vila tjera. Shikaj, sepse këtu është rrugë. 2 vila tjera ndërtore deri atje në fund. Toka është deri tek Kavollia. Se rreth 1900